Robert Sterkaj është bërë një emër i lakuar gjithësisht në median roz dhe rrjetet sociale, kryesisht për shkak të përfshirjes së tij në formate televizive si Big Brother VIP Albania. Figura e tij mbetet komplekse, duke u luhatur mes imazhit publik që ai prezanton dhe pretendimeve që qarkullojnë rreth jetës së tij private. Rogerti u bë i njohur për publikun shqiptar si një personazh me karakter të fortë dhe shpeshherë impulsiv. Gjatë qëndrimit të tij në syrin e kamerave, ai ka shfaqur momente të një natyre mbrojtëse, por edhe konfrontuese, gjë që ka ndarë opinionin publik në dy kampe. Për te televizionit, jeta e tij është karakterizuar nga një përpjekje për të ruajtur një profil të caktuar ndikues në rrjetet sociale. Sa i përket jetës së tij jashtë ekranit, emri i tij është lidhur me disa pretendime serioze, të cilat mbeten në kuadrin e aludimeve mediatike apo deklaratave të papërfuara. Ka patur raportime dhe diskutime në media lidhur me konflikte të rënda brenda rrethit të tij familjar. Këto pretendime sugjerojnë momente tensioni të lartë, por është e rëndësishme të theksohet se nuk ka një vendim gjyqësor në të formës së prerë, që vërteton këto akuza si krime të mirëfillta. Një pikë tjetër e diskutuar ka qenë marrëdhënia e tij me lojrat e fatit. Është përfolur se kjo ka qenë një pjesë problematike e stilit të tij të jetesës, duke ndikuar potencialisht në stabilitetin e tij financiar dhe emocional. Megjithatë, mbetet sërish në nivelin e thashëthemeve apo rrëfimeve të pakonfirmuara zyrtarisht. Deri më sot, pavarësisht zhurmës së madhe në portale, nuk ka patur një proces penal të hapur që të ketë çuar në dënimin e tij për këtë çështje. Si çdo individ tjetër, vlen parimi i prezumimit të pafajësisë derisa fajësia të provohet nga organet kompetente. Shpeshherë, dinamikat brenda lojës televizive përdoren nga publiku ose konkurrentët e tjerë për të nxjerrë në pa hije nga e kaluara, të cilat jo gjithmonë pasqyrojnë realitetin e tij juridik. Prandaj, shumë të tjerë thonë që të gjithë këtë e bazojnë tek kjo lojë Big Brother për ta bërë atë që të bie në syrin e publikut. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.